protest? Tani një reagim për deklaratën e zotit Berisha, mendoj që është me kohë vonesë, sepse demokratët kanë qenë shesh dhe kanë qenë në protest. Së dyti, përsa i përket çështjes, domethënë që a do lodhen e tjerë, këto teza i hedh Taulant Balla, sepse i kemi pa që ka kërku për me përqa protestën edhe me këto thirrje gjoja anti-islamike, duke marrë zërin në një vend tjetër dhe duke vendosur aty në protest. U fol për njerëz nga Beogradi që kishin ardhur në protestë, ndërkohë makina ishte e reporterit të Reutersit për me ndjek kauzën e Zvërnecit atje. Kështu që unë gjykoj që teza që kur të filloj kampionati botror pra nesër do bie protesta, mendoj që do marrë përgjigje shumë të fortë me datën 13 qershor, që është rrit një protestë shumë e madhe, ndoshta më e madhe që ka sot. Është më e madhe se sot. Sot është bërë thirrje patriotike përsa i përket kauzës përkujtimit dhe simbolike. Lidhjes Prizrenit 1878-s, 10 qershorit, por unë gjykoj që sot kemi edhe një ditë tjetër shumë të rëndësishme, ardhin e George Bushit në qytetin e Fushkrujës. Pra në vitin 2007, kështu që është shumë e rëndësishme, me që ra fjala Fushkruja ditën e djeshme protestoi dhe bllokoi rrugët, edhe aty ka pasur reagim, janë zgjuar vetë qytetarët për të protestuar. Një mesazh kam faktikisht, edhe shfrytëzoj rastin që jam në studio, për ata njerëz cilët mundohen të bëjnë policimin e protestës duke vendos viza dhe pasaporta për ata që duan të hyjnë në protestë. Unë gjykoj që jo vetëm demokratët, po edhe socialistët, edhe ata pa parti, edhe ata të partive të vogla, të mëdha, të mesme me pak, si janë këto partitë e tjera, të mos kenë asnjë lloj kompleksi, po të vinë në protestë si qytetar. Në protestë ka vend edhe për ata që kanë precedent penal, sepse këto janë turmat, edhe për ignorantët, edhe për njerëzit e zgjuar, edhe për nivelin më të lartë, domethënë të mendimtarëve, siç mund të jetë zoti Taulant Balla apo këta tjerët. Unë gjykoj që është një moment për bashkimi. Sheshi ka vend për gjithë, pastaj sigurisht që çdo gjë e zgjidh masivitetin gjykimin tim. Nuk është e rëndësishme për mua ata që marrin mikrofonin dhe që flasin. Çdo kauzë do prodhoj liderët e vet. Çdo kauzë do prodhoj një elitë të caktuar. Absolutisht, por imagjinoni pak të kemi folë shumë të mirë dhe mos kemi numër në shesh. Unë gjykoj që fuqia më e madhe e kësaj proteste janë numrat në shesh, të cilët në një moment caktuar që duket sikur protesta po zbehet, vinë aty turma tjera dhe i bashkohen. Imagjinoni marshimi i darkës është marshimi i darkës që ndahet në dy pjesë dhe çdo pjesë është shumë më e madhe se pjesa tjetër. Pra, unë mendoj që ky është një moment historik për Shqipërinë dhe mendoj që është momenti më i bukur i tranzicionit shqiptar. Pastaj, në rastin e do kemi kohë, kam dhe një informacion se si Rama kërkon ta përçojë. Ka vetëm një moment, domethënë është e vërtetë kjo që zoti Berisha sot edhe